Prilli është një muaj i ngarkuar me energji të reja dhe ndryshime të thella. Me përfundimin e retrogradës së Mërkurit dhe Venusit hapet një periudhë qartësisë dhe vendimeve të informuara. Për disa shenja, prilli nisi me energji pozitive dhe entuziazëm. 3 prej tyre do të tërheqin sukses të veçantë financiar për gjatë këtij muaji. Gaforja, punoni për atë që dëshironi, nuk mund të prisni që dikush tjetër të ndërtojë jetën që dëshironi ose të sjellë stabilitetin financiar që kërkoni, por ju mund të krijoni të ardhurat tuaja për sa kohë që ndaloni së justifikuari. Marsi do të kthehet tek Luani dhe sektori juaj i pasurisë dhe bollëkut do t'ju sjellë dobi. Ujori, lini vend në jetën tuaj për një situatë të përmirësuar financiare. Mundësitë hapen para jush dhe paratë vinë në duart tuaja. Jini të gatshëm dhe të bëni përpjekjet dhe punën e nevojshme për të siguruar ato para shtesë. Merrni një rrezik dhe nuk do të humbisni. Peshqit, që nga fillimi i marsit afërditë dhe Mërkuri janë retrograd të Dashit. Gjatë kësaj periudhe mund të keni ndjerë se duhet të shtrëngoni ritmin financiar, por keni provuar aftësinë tuaj për të kujdesur dhe menaxhuar ato që keni. Ju keni shtyrë ngarkesën tuaj të mbetur dhe tani jeni gati për të mbledhur fitimet tuaja. Duhet të punoni dhe të tregoni durim për të qenë të lumtura.